2 ditë më parë Cena solli disa pamje nga landfilli i Sharrës, i cili ishte në prag katastrofe. 150 milion euro të zhdukura për një incinerator që nuk ekziston, që grabiti xhepat e qytetarëve të varfër shqiptar. Pagesat për incineratorët vazhdojnë. Kryeministri Edi Rama në rubrikën Symsi duket se ka mbyllur syt përballë kësaj katastrofe dhe parave të vjedhura të qytetarëve. Në lidhje me incineratorët, Rama shprehur se nuk japin para për djegsat, por për të mbajtur pastër Tiranën, pasi incineratori i Tiranës që nuk ekziston është sekuestruar nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara. Ne nuk japim para për incineratorët, i dashur. Nuk japim para. Ne japim para që të vazhdoj të mbahet pastër Tirana. Landfillin e Tiranës e ka shteti sot që flasim. A më kupton çfarë po të them? E ka shteti. E ka Agjencia e aseteve të sekuestruara. Prej kohësh tani më. Aty janë njerëzit e vënë nga shteti dhe marrin para për të bërë punën, sepse kushton ajo punë. Incineratorët janë një nga aferat më të mëdha në Shqipëri, ndërsa dosja vazhdon të hetohet nga SPAK.